Ashtu se kemi kuptuar në ato kohë, nuk ka patur komandë qendrore. General Qeku ishte individi më me ndikim në UÇK dhe kjo është me shumë ndikim se të mbate përsi për këtë dhe kishte nevojë të dinte që kishte marrëveshje midis tyre, që kishte pajtim dhe gjatë takimes ne mund të shihnim General Qekun shumë të qetë, i cili shikonte prapa për të kontrolluar, verifikuar dhe të siguruar që komandantët e mbështesnin hollësit që po diskutoheshin për hollësit e marrëveshjes, detajet. Pra, neve na dha përshtypje që Qeku kishte nevojë të dinte, të sigurohej që kishte konsensus që merrte për mbështetje nga komandantët në terren. Dhe kjo ishte tërësisht në përputhje me atë që kuptonim ne, sepse ne kuptonim që UÇK-ja ishte më shumë një lëvizje se sa një ushtri, ku secili individ në zonë apo komandant në terren kishte një autonomi të gjerë, ndërsa në realitet, qoftë kjo në realitet apo në imagjinatën e tyre, pra, po ata kishin këtë autonomi në terren e këtë pushtet. Ata mendonin që mund të bënin atë që vendosnin të bënin në zonën e tyre, pra që ishin të pavarur.